Vajza shqiptare është bërë protagoniste e një skandali seksual në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vajza e cila ka lindur në Tiranë dhe është diplomuar në New York është në pozicione të larta drejtuese të njërës prej kompanive më të mëdha të botës, JP Morgan. Në fakt, publikimi i historisë nga Daily Mail dhe nga media tjera amerikane ka bërë atë mjaft publike duke ngjallur një diskutim dhe një debat që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithmonë prezent, atë të shfrytëzimit të pozicioneve të punës për të përfituar favore seksuale. Një ish punonjës i saj akuzon vajzën nga Tirana që ka përfituar seksualisht nga ai, ka detyruar që të kryejë marrëdhënie seksuale, madje e ka droguar duke e kushtëzuar me karrierën e tij dhe me ruajtjen e pozicionit në punë. Në fakt, historia ka nisur rreth një vit më parë dhe JP Morgan u interesova për të parë më shumë detaje. JP Morgan ka bërë vetë një investigim brendshëm në cilin rezulton që historia nuk është e vërtetë. Djali i cili ka paditur vajzën shqiptare, po ashtu nuk ka bashkëpunuar me kompaninë, ndërsa çështja është rikthyer sërish për plotësim të formularëve. Pra nuk është një çështje e mbyllur, është një çështje në gjykim. Dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpeshherë çështje të tilla që lidhen me favoret seksuale ose me ngacmimin seksual në vendin e punës janë edhe fake dhe përdoren për të marrë dëmshpërblime të mëdha. A është e vërtet kjo çështje? Unë nuk e di dhe vendimin e saj do ta japi gjykata. Por bërja fajtore me një herë vajzës, ndërkohë që vetë kompania ka deklaruar prerë që nuk është e vërtetë, më bën të dyshoj që dhe kjo çështje lidhet më shumë me përfitimet financiare. Nuk përhyj detajeve se nuk i di, po deri tani vajza vetë ka mohuar. Ana tjetër do jetë gjykata që do vërtetojë ka ndodhur apo s'ka ndodhur kjo ngjarje.